Selamu alaikum. Thotë Allahu Gjeleshanu në Kur'anin famëlart: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut, jini të devotshëm ndaj tij ashtu siç i takon madhështisë së tij për të qenë të devotshëm, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Ky është një ajet drejt për drejt që i drejtohet besimtarve për të kuptuar rëndësinë e kësaj rrugë të drejtë udhëzimit, sepse ndonjëherë njeriu mendon se përderisa është musliman do t'i shkojnë gjërat në vijë, do t'i ketë gjërat në rregull, apo mendon se do ta ketë fundin e sigurt. Ndërkohë Allahu Gjeleshanu po na përkujton me këtë ajet që duhet të jemi të kujdesshëm që çdo ditë e jona të jetë nën kornizën e hallallit dhe haramit dhe lejushmërisë apo ndalesave që Zoti Gjeleshanu në përgjithësi e ka orientuar jetën e besimtarit. Kujdes mos disni ndryshe vetëm duke qenë musliman për vetë faktin, sepse kjo është rruga e vetme e shpëtimit, që në çfarëdo lloj situate që të përplasi jeta, në çfarëdo lloj situate dhe sprove që mund të sjellë jeta, ti nuk duhet të lëvizësh kurrë nga rruga e Islamit. Nuk duhet kurrësi që të devijosh nga rruga e drejtë, sepse kjo është ajo çfarë në fund fare do të jetë suksesi i vërtet. Nuk matet suksesi në këtë botë me pasuri apo me gjëra të cilat vlerësohen materialisht. Por pasuria e vërtet është kur njeriu është në rrugën e Zotit Gjeleshanu, pavarësisht se ai mundet të sprovohet me mënyra të ndryshme. Prandaj Allahun Gjeleshanu e lutim me lutjen e Jusufit alayhis salam, ku lut Allahumma anta wali fi dunya wa fil akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. O Allah, ti je i afërmi im në këtë botën tjetër, më merr shpirtin mua si musliman dhe më bashko me të drejtat. Amin ya rabbal alamin.